Buke përgatitur me ullin dhe speca të kuq. Për brumin kam përdorur 1 kilogram miell, ujë të vakët, krip, vaj ulliri dhe maja buke. Brumi duhet të pushoj rreth 3 orë. E vendosim në tryezë dhe e presim në këtë mënyrë. I japim formën me duar, i vendosim në tepsi, i lëm të pushojnë rreth 40 minuta, më pas i vendosim në furrë të parangrur në 180 gradë për rreth 45 minuta dhe i kemi gati. Bukët janë gati, duhet të marrin këtë ngjyrë, janë të buta pambuk dhe me plot shije. Ndërkohë përgatisim dhe një sallatë fshati dhe e shoqërojmë me bukën e ngrohtë.